Një ditë para protestës së studentëve shqiptar, përmes së cilës, siç është paralajmëruar, do të shprehim pakënaqësitë për mosbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, një varg reagimesh në opinion dhe në rrjetet sociale. Për kryeministrin Hristian Mickoski, kjo protestë po mbështetet nga një parti, e cila sipas tij nuk e ka zgjidhur këtë problem për më shumë se 2 dekada. Ai theksoi se çështja lidhet edhe me sfida ligjore dhe kushtetuese, përfshir edhe rekomandimet e Komisionit të Venecias për përdorimin e gjuhëve në gjyqësor. Megjithatë, siguroi se qeveria po punon për një zgjidhje në përputhje me standardet ndërkombëtare, duke u bërë thirrje studentëve të mos manipulohen për qëllime politike. Знаете дека за тој закон имаме мислење негативно од страна на Венецијанската комисија, која што вели дека треба да се напушти билингвализмот, односно двојазичноста во рамките на правосудството, бидејќи има предизвици. Тие предизвици се најчесто поврзани со владењето на правото. И пето, ние како влада, имајќи го сето ова во предвид, формиравме група на уставни експерти кои што работат на решение кое што ќе биде и уставно, но и во согласност со меѓународните стандарди, така што јас ги уверувам студентите дека како што се изнајдоа многу решенија за многу предизвици и многу пропусти од минатото, така и за ова ќе се изнајде соодветно решение. И јас мислам дека тие тоа веќе го знаат и мојот апел е да не дозволат да бидат алатка во рацете на политичка партија која што се уште живее во спомените од минатото, односно во времето на минатиот век. Në një vim me kryeministrin Mickoski është edhe koalicioni Vlen, të cilët akuzojnë BDI-n se po e shfrytëzon këtë çështje për përfitime politike. Sipas Vlenit, është krijuar një grup pune me ekspert për të gjetur një zgjidhje të drejtë dhe afatgjate. E njëjta parti me disa ministra të drejtësisë sot derë lot krokodili për një problem që nuk e zgjidhi kur e kishte gjithë pushtetin në dorë. Të diplomuarit në juridik, të cilat synojnë ta japin provimin e jurisprudencës, kanë zhvilluar takime, vërejtjet e tyre janë dëgjuar dhe tashmë po punohet seriozisht për një zgjidhje sistemore. Në këtë drejtim, ashtu siç kemi thënë disa herë më parë, është formuar edhe një grup pune me ekspert të fushës, i cili po shqyrton të gjitha aspektet juridike dhe institucionale me qëllim që kjo çështje të marrë një zgjedhje të drejtë, të zbatueshme dhe afatgjatë. Ndërkohë, protesta ka marrë mbështetje edhe nga opozita shqiptare. Deputeti i BDI-s Ilir Hasani mbështet protestën e studentëve, ku sipas tij, kjo është një çështje parimore dhe jo politike. Sot kur studentët ngrihen për këtë të drejtë legjitime, pushteti mundohet të relativizoj protestën, duke etiketuar si politike dhe duke u fshehur pas justifikimeve të dobta. E vërteta është e thjeshtë. Kur cënohet një e drejt, rezistenca është detyrim, jo zgjidhje. Ata që sot janë kundër protestës, në fakt janë kundër barazisë. Heshtja përballë padrejtësisë është bashkëfajësi. Në përkraje të protestës ka dalë edhe nga partia e Arben Taravarit, ajo e Ziadin Selës dhe disa iniciativa në vend. Ndërkaq ditë më parë organizatori i protestës Mevlan Ademi mohoi çdo lidhje politike, duke theksuar se nisma është studentore dhe ka nisur që para 2 vitesh, e bazuar në shqetësimin real dhe jo një iniciativë me prapavi politike. Protesta do të mbahet nesër në fillim në orën 12:30, duke filluar nga ura e Gurit deri tek Ministria e Drejtësisë.